Qyteti i së ardhmes është stacionuar paraditën e kësaj të njëjtëje përpara Bashkisë së Durrësit, ku nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Jusuf Puka prezantuan projektet dhe idetë e tyre për një qytet më të gjelbër, smart dhe më njerëzor. Përmes maketeve të realizuara nga vetë ata, fëmijët sollën ide kreative për biblioteka moderne, parqe, lulishte dhe hapësira publike më funksionale për komunitetin. Ne këtu kemi bërë një bibliotek të së ardhmes, që këtu kemi një bibliotek pa mure që mund të tregojë rrezet e diellit. Edhe këtu kemi një lulishte që mund të ulen njerëzit dhe mund të lexojnë libra. Nxënësit tregojnë se gjatë punës për realizimin e projekteve kanë mësuar më shumë për bashkëpunimin dhe rëndësinë e librit në jetën e përditshme. Ne kemi bërë projektin e bibliotekës së së ardhmes. Gjatë punës mësuam të bashkëpunojmë dhe të kuptojmë se sa e rëndësishëm është libri për të gjithë ne. Punimet e nxënësve tërhoqën vëmendjen edhe të turistëve të huaj që vizituan ekspozitën e improvizuar nga vetë fëmijët. Është bukur të shohësh këto punime të nxënësve që kanë në qendër natyrën. Unë vi nga Finlanda dhe kam qenë edhe para 5 vitesh në Durrës. Nuk shoh që qyteti të ketë ndryshuar shumë, por ka më shumë njerëz krahasuar me 5 vite më parë. Drejtoresha e shkollës tha se projekti është realizuar si një punë ndërdisiplinore ku nxënësit kanë reflektuar mbi mënyrën se si e imagjinojnë qytetin e së ardhmes. Tema e këtij ka qenë shumë interesante, pra qyteti i tyre i së ardhmes, i yni, i parë në këndvështrimin e fëmijëve. Shikojmë që qyteti i së ardhmes mendohet të jetë i gjelbër, të jetë një qytet me shtëpi inteligjente, me shumë parqe, me shumë lulishte, me këndelorash. Si duket këto janë ato që mungojnë fëmijëve sot. Aktiviteti tregoi se kur imagjinata e fëmijëve bashkohet me dijen dhe kreativitetin, marrin jetë ide që synojnë një të ardhme më të mirë për qytetin dhe komunitetin.